Një atentat marrëmzjarri ka tronditur qytetin e Sarandës, ku objektivi i sulmit ka qenë 50 vjeçari Thimio Rubati, i cili mbeti i plagosur rënd dhe ndodhet në gjendje kritike për jetën. Ngjarja ndodhi në lagjin numër 4 të qytetit, ku sipas të dhënave paraprake, Rubati është qelluar me armëzjarri nga persona ende të paidentifikuar. Dyshimet e para të grupit hetimor janë se bëhet fjalë për një atentat organizuar. Menjëherë pas të shtënave, 50 vjeçari u transportua me urgjencë në spitalin e Sarandës, ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale për shkak të plagëve të marra. Për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore, është vendosur që ai të transportohet drejt një spitali në Janin të Greqisë për mjekim më të specializuar. Sipas informacioneve paraprake, autorët dyshohet se kanë përdorur një motor për t'u larguar nga vendi i ngjarjes, duke humbur gjurmët në zonat e njohura si Baba Rexhepi, pranë barrezave të qytetit. Forcat e shumta policie kanë zbarkuar në terren, ndërsa janë blinduar hyrjet dhe daljet e Sarandës, si dhe janë ngritur pika kontrolli për kapjen e autorëve. Grupi hetimor po punon për të administruar pamjet e kamrave të sigurisë, gjurmët e gjetura në vendngjarje dhe çdo provë tjetër që mund të ndihmojë në identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të atentatit. Ndërkohë, të dhënat mbi të kaluar në Thimio Rubatit tregojnë se ai kishte dalë vitet e fundit nga një burg në Greqi, ku kishte vuajtur dënimin në lidhje me një ngjarje të rëndë penale. Gjatë kohës që ndodhej në burg në shtetin fshin, Rubati rezultonte i kërkuar edhe nga autoritetet shqiptare në kuadër të një dosjeje ku ishin të përfshirë edhe disa doganier lidhur me një skemë të dyshuar të trafikimit të kontrabandimit të automjeteve. Për këtë çështje, ai u dënua nga gjykata e apelit me një masë alternative, duke mos vuajtur dënimin në burg në Shqipëri pas përfundimit të burgimit në Greqi. Aktualisht, hetimet janë përqendruar në zbardhjen e motivit të atentatit, ndërsa nuk përjashtohet asnjë pistë për fshirë të kaluarën kriminale të 50 vjeçarit. Policia vijon kontrollet intensive në zonë dhe kërkim për identifikimin e autorit, të cilët mbetën ende në arrati.